Na e kena jo për që të shmim edhe, o zot, gjithë shka. Mrapa meje që që përsheni është keko, qaja që t'jem, edhe që që tënë, edhe disa pjesë tjera. Që tu prodhohet rryma që nxjerrin prej thëngjillit që kena nër tokë, që kjo është e shtetit. Ndërsa që të tjera që përsheni që të trafot, qërët trafot e latë. Kej që kjo infrastrukturë që me bjen rrymen deri të jonë shpi, 2023-ën, Besim Beçaj, kur u kanë dhe kryeministër Hashim Thaçi, e kanë nënshkruar një kontratë të cilin një kompanisë turke, Çalik Limak, ja kena shit për 26 milion euro. Ama jo veç trafot e rrjetin e shpërndarjes ja kena shit për çash pare. Edhe një si trafo e kena shit. E kena shit edhe invertarin. Dhe më thënë, karika, që si sana që kam pos, në zyre të kecit të herë, ja kena jopë kecit, krejt, beo, krejt. Po, për pas që e kena shqit 100% të keqitin aksionit të shpërndaljes se energjisë elektrike, na e kena jo për që të shmim edhe, o zot, gjithë shka. Ma skandalozja, për pas që e kena dhonë tokat, e kena dhonë ndërtesat publike, mërë e kena dhonë edhe invertarin që ka pas ma herët, ja kena shqit edhe një bërç. Kjo ka mi u bo nervoz shumë. Dhe ne 14.5 të këmarveshja e transferimit, është edhe një pjesë skandaloze. Pjesa skandaloze është që paramenoni, e kanë shti në kontratë që për posëshimja shqit të kretë shka i kanë ditë që i ka keci, është bo që nëse diçka kena harru mu shtin list, kur do që gjindet mi e kalu Çalik Limakut. Shkurt e Shqip, për 26.3 milion euro, ja kena shqit kësaj kompanije turke, nese, ja ka shqit qeveria atëhershme, Ministri Besim Beçaj, ku je besim një me se kena do lafët me ty dhe pak. E kena shqit edhe një bërç, a ju kujtohet që ka pas shumë borxhe atëherë, edhe ma skandalozja është që qatë borxhin që e kena pas në ma heret kekut. Vend se qeveria me ja falë qytetarëve, i ka thonë Çalik Limakut, kecit të tashëm, grumbullaje ti krejt borxhin, 15 deri 20% të ati borxhi e merë ti. Dhe më thonë u bon si përmbarusi. Pra, Çalik Limakut, me 26.3 milion euro, ja kena jop edhe një bërç për cilin e s'ka bo kur gjohit sen. Kam lidh fitim 15 deri 20% për i pareve që na ja kena pas bërç jo kompanisë, shtetit. E shteti kur e ka shit distribuimin, shpërndarjen e energjisë elektrike. Atë bërç ja ka jop Çalik Limakut, 15 deri 20%. Kjo është vetja e pas qarusi se çka i kena shit na Çalik Limakut për 26.3 milion euro. Në vitin tjetër, është edhe mas skandaloze. A ju kujtohesh me na thëshin 26 milion euro për shesëm, po 300 milion euro kanë mu investu. E me ditë jo kësh i ka investu ato. Jo.